Atëherë përshëndetje. Para se ta vazhdoj të bëj një kontroll te kjo bleta këtu, desha t'ju bëj një pyetje. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të mund të frekondohet mbretëresha në dhjetor? Kështu që ma bëni një koment nëse ju ka ndodhur ndonjëherë apo jo. Përshëndetje, sot do bëjmë një kontroll te kjo bleta këtu, sepse te kjo këtu kam pas një problem. Nëse mbani mend ato ditë që ishte para 2 javësh, që ishte me shi dhe ishte koha shumë e keqe, saj bletës këtu ja kishte marrë era këtë kapakun, edhe kishte qenë hapur dhe kishte futur shumë ujë, shumë lagështirë brenda. Dhe unë kur erdha në mëngjes që i kontrollova, po e shikoja që i kishte i rang kapakun në tokë dhe bleta ishte lag, ishte bërë komplet ujë. Dhe në atë moment s'kisha çfarë t'i bëja, si ishte edhe ftoft, por edhe në njëjtën kohë ishte edhe shi. Edhe unë e lash, thjesht e mbylla, i vendosa një kapak të ri edhe e mbylla. Por kur e kontrollova pas një dite që erdha të po ju thoja tek disa video, nëse i mbani mend që ju thoja po ta dëgjoni një blet, shkoni ta dëgjoni me vëmendje, kjo blet që s'ka mbretëresh bën shumë zhurmë. Edhe unë të njëjtën gjë dëgjova te kjo. Edhe kur erdha një dite në mbrëmje, e dëgjova se kjo po bungziste shumë se bletët e tjera. Edhe aty e kuptova se kjo do të humbur mbretëresha. Sepse po bënte shumë zhurmë. Edhe thash aty mbretëresh nuk do ketë. Edhe kur e kontrollova në fakt nuk kishte mbretëresh brenda, kishte vazhduar dhe kishte bërë çibuk. Edhe unë nuk e lëviza, sepse nuk mund ta bashkoja me një tjetër, sa ato ditë ka qenë shi gjatë gjithë kohës. Nuk arrita dot që ta bashkoj me një blet tjetër. Edhe e lash, thash, okej, ta shoh ditë tjera se si do vazhdoje. Por të njëjtën gjë edhe ditët e tjera që e ftoft, edhe nuk arrita dot që as ta bashkoj. Por kur e kontrollova para një jave, pash që kishte bërë disa çibuk. Edhe e lash. Megjithash se ka bërë çibuk dhe më shkoi para një jave pa ta parë që kishte në përblet e tjera, kishte nga 2-3, sepse këtu jam mundur që kam thënë është pothuajse gjatë gjithë vitit bletët kanë pjellje. Edhe thash ta shoh nëse do frekontohet apo jo. Kjo është blet, është goxha e mirë, është dhe e fortë, nuk është blet e dobët. Por thash do ta lej dhe do ta shoh se si do eci. Tani nuk pritet që kjo mbretëresha të jetë cilësore që ka lind tani, por thjesht doja ta shihja nëse do frekontohet dhe si do ece. Ju kam thënë që unë nëse ndodh diçka, nëse kam një problem me këtë, unë do a tregoj çfarë do si tjetë, nuk është se janë gjëra që ndodhin. Por si që shoh bleta është shumë e qetë dhe besoj se do ketë lind mbretëresha. Por nëse e shoh se nuk e ka mbretëreshën ose mund të ketë dalë për të frekonduar, se shumë thonë që nuk frekondohet, por këto temperatura edhe kjo java ka qenë shumë e mirë dhe temperaturat kanë qenë diku tek 15 gradë gjatë ditës. Si shihet është me 1, 2, 3, 4, 5 rrugë mizë. Është goxha e fortë si blet. Që e timosa pak, po mirë është që nuk duhet timosen shumë të bletët, si shihet saj si kanë vendosur asnjë polisterol lënsor asnjë gjë. Vetëm i kanë vendosur atë mbulesën. E shoh se është pak agresive. Të kornizën këtu duhet ta kisha heq. Por se ju a tregoj disa, ju them ngushtoni, bëni disa edhe i ngushtoj, po disa edhe i lej pa ngushtu. Po ta shikoni që është 4 cm kjo kosherja. Korniza e parë ka pak një alvulosur, ka dhe mizë. Por nga qetësia e bletës, e shoh që mbretëresh mund të ketë dalë mbretëresh e re, po se di nëse do frekondohet apo jo, nuk jam shumë i sigurt për këtë. Por edhe mund të ndodhi. Edhe kjo është me ushqim. Thjesht po nxitohem sepse nuk du ta lej shumë të ftofet dhe pse është shumë ngrohtë. Se po më shihni kështu me krah të shkurt, mund të thoni si ka mundësi, por është sinqerisht është ngrohtë.
Të janë korniza plot në ushqim. Mund ju duket bosh nga atje, nuk e di arrin do ta shikoni, nëse shkëlqen apo jo. E vërtet është se nuk po shoh fare meshkujt e kjo. Por është shumë e qetë. Ka që është shumë e qetë, besoj se do ketë një mbretëresh. Ja do mundohem ta shoh nëse është apo jo, se të sigurohem që e ka. Në moment që e shoh që e ka mbretëreshën, thjesht do e mbyll edhe nuk do e shqetësoj fare. Vetëm nëse do arrit ta kontrolloj prapë edhe një herë pas një jave. Ja te kjo korniza këtu i shoh meshkuj, pas ka një 2-3 meshkuj. Po sillin edhe polen. Nga Qibuku e shoh që mbretëresha ka dalë. Edhe shoh që i ka prish edhe Qibukët e tjerë. Është vështirë pak ta dallash mbretëreshën në gjithë këtë grumbull. Ja, po e shoh, mbretëreshën e shoh. Mbretëreshë vogël, nuk e di nëse do arrije të frekondohet me sukses, meshku i ka, mbretëreshën e shoh. Okej, nuk du ta bezdis më shumë ti, se në moment që e dim që ka dalë një mbretëreshë e re edhe është e pa frekonduar, nuk duhet bezdis. E mbyllim. Mbretëresha ka dalë, kismet. Javën tjetër, nëse premton koha, do e hap, edhe do ja hedh një sy nëse ka bërë pjelli apo jo. Mbretëresha është, meshku i kemi, siç shihet bleta është aktive. Te kornizën po e lej këtu ta ketë kot. Kështu që ma bëni një koment nëse më ka ndodhur tek ju ndonjëherë, për ju që jeni për zonat e ngrohta normal, sepse tek ju që jeni në zona shumë ftofta nuk besoj se mund të lindë mbretëresha aty, apo jo. Por tek jo unë e pash mbretëreshën, kështu që javën tjetër kismen, nëse koha është e mirë, do e bëjmë përsëri një kontroll. Edhe do e shohim nëse është frekonduar apo jo. Shpresoj ka rrije me sukses, sepse shumë herë ndodhin shumë gjëra në bletari. Unë ma them shumë herë se vëzhgoni blet, shikoni, se kur i vëzhgoni edhe i shikoni, besëm se do shihni shumë gjëra që shumë tjerë nuk kanë arrit me i pa, edhe pse mund të kenë vite me blet, sepse thjesht i mbyllin, i leni kam gati, okay. Kur dikush ka eksperiencë, i kalon disa vite që merresh me blet, nuk është e rëndësishme pastaj, nuk të duken gjëra koti këto që po bëjmë tani për momentin. Sepse ti e din, e ke fituar eksperjenca, ndodh, nuk ndodh, arrihet, nuk arrihet diçka e tillë. Por derisa të mësosh, është mirë që të praktikosh, të shohësh, të vëzhgosh, të mbash shënime, që është shumë e rëndësishme, ma kam thënë gjithmonë, edhe të arrish sukses. Tani dikujt nuk i mbushet mendja që kjo mund frekondohet, është okay, është mendimi juaj. Shumë gjëra si thoni janë mendimet e juaja, mua nuk ndikojnë mendimet që thon shumë. Jo po bëhet apo nuk bëhet. Unë e shoh këtu, nëse bëhet apo jo. Kështu
Kështu që mbretëresht tre kemi, shpresojmë që të frekondohet me sukses. Javën tjetër kismet, nëse do jetë koha e mirë, mund t'ja bëj një kontroll të vogël, edhe ta shohim nëse mbretëresha është akoma aty. Nëse mbretëresha është edhe javën tjetër këtu, atëherë 100% ajo është e frekonduar. Por nëse nuk është dhe bleta është e acaruar, unë përsëri do i bëj video që të mund ta arrijmë ta shohim bashkë, edhe se si duket një bletë që nuk ka mbretëresh, se çfarë zhurmë bën, se si është, edhe si do e bashkoj me tjera. Por në moment që unë nuk do kem mbretëresh tek kjo javën tjetër kur ta kontrolloj, unë nuk do e marr dhe ta bashkoj direkt me një tjetër, por do e jap nga një kornizë të kësaj, do e shpërndaj tek bletët e tjera dhe do a tregoj në praktik se si të veprojmë dhe si ta bashkojmë, edhe si mos të vriten. Kështu që deri javën tjetër do shihemi përsëri. Shpresoj që javën tjetër mos bjerë shi, se pora shi se kontrollojmë dot. Kështu që t'ja kaloni mirë edhe ma bëni një koment poshtë, nëse ka ndodhur tek ju që jeni në zonat e ngrohta, që të mund të jetë frekonduar ndonjëherë mbretëresha edhe në dhjetor. Sot jemi me 14 dhjetor. Kështu që po e mbyllim. Pas pak do i kontrolloj dhe bletët e tjera dhe do shohim nëse kanë pjellje, nuk kanë pjellje, dhe do a postoj një ditë tjetër video. T'ja kaloni mirë.